Kur ti po ndihesh xheloze për dikant tjetër apo për atë çfarë posedon dikush tjetër, pyet veten pse. Mos e dëno veten duke thënë ok, unë jam një person i keq sepse po xhelozoj tjetrin, por pyet veten pse po ndihem unë ashtu. Se ndonjëherë disa gjëra na i sjell Zoti apo universi në rrugën tonë për me na tregu neve se edhe ti mundesh me i pas. Mos e shiko si gjithçka negative xhelozin. Ajo është duke dashur me tregu se nëse ai tjetri e ka, edhe ti mundesh me e pas. Pyete veten, për çfarë kam nevojë? A kam nevojë për dashuri, për shëndet, për pasuri? Nëse ti po të shfaqen rastësisht imazhe të tilla të njerëzve që kanë ata çfarë ti don me pas, dhe ti ndihesh xheloze, mos u ndje keq, nuk është diçka negative. A dikur është negative kur ti me kast don me aprish dashurinë, lumturinë, ajo është xhelozi e keqe. Por kur ti e shikon dhe ket a dëshirën me pas një tentone, nuk është xhelozi. Zoti po don me tregu që edhe ti mundesh me pas, edhe ti mundesh realisht me pas.